Miku i Florent Çapjes, Bledar Muça, mbeti i plagosur këtë të hënë në një atentat me armë zjarri, ndërsa e plagosur mbeti edhe një efektiv e policisë e Elbasanit. Muça mësohet se ndodhej në mjetin Ford Focus me targa AA 234 FR. Në vetur dyshohet se ka qenë edhe Florent Çapja, i njohur për lidhje të afërta me Muçën, por që nuk është dëmtuar. Muça është nga personat që ndodhen në lokalin e atentatit të 3 shkurtit të këtij viti në Elbasan, ku mbetën të vrarë Agron Çapja, Eno Bedalli dhe Ardit Sinakolli. Ndërkaq, edhe miku i tij Florent Çapja mbeti i plagosur në atentatin e 3 shkurtit. Atentati së hënës ndodhi vetëm pak metra larg prokurorisë dhe drejtorisë së policisë së Elbasanit dhe pranë ish spitalit të vjetër kirurgjik. Dyshimet e policisë janë se autorët mund të kenë qelluar nga një automjet Volkswagen me targa AA 997 NE dhe po kështu në drejtim të këtij mjeti është shëlluar me armë zjarri. Dyshimet e policisë janë se mes dy mjeteve ka patur shkëmbim zjarri, nga i cili mbeti i plagosur Muça 37 vjeç, si dhe një efektive e policisë e Elbasanit e identifikuar me inicialet MK. Dyshimet e policisë janë se atentati është drejtuar ndaj 37 vjeçarit Bledar Muça. Kjo pasi ai është hetuar dhe ka qenë i dyshuar për vrasjen e biznesmenit Ilir Rexhepi në vitin 2012 në Elbasan. Gjithsesi, policia po heton edhe një pistë të mundshme për një atentat ndaj Çapjes. Ndërkaq pas atentatit të dytë plagosurit mbërritën në spitalin e Elbasanit, ku ju nënshtrua ndërhyrjeve të mjekëve. Pas mjekimit të marrë efektive e policisë u largua në banesë, ndërsa ju ka dhënë edhe një dëshmi kolegëve të hetimit të krimeve. Ndërkaq policia në vendin e ngjarjes ka sekuestruar 2 mjete të përfshira në krim dhe po ashtu edhe shumë gëzhoja, disa prej të cilave i përkasin një arme automatike Kalashnikov. Policia ka arritur të gjejë edhe një nga armët që mendohet se mund të jetë përdorur në krim. Po ashtu hetuesit kanë shoqëruar më tepër se 15 persona në cilësinë e dëshmitarëve pas krimit.